Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vjen re ndryshime minimale për shkak se tregu ishte pushim ditën e dieshme me rastin e Kurban Bajramit. Për këtë arsye, ndryshimet kanë qenë minimale pavarësisht se në tregje ndërkombëtare dollari ka prekur nivelin më të lartë në thuajse një javë përballë shportës me 6 monedat kryesore ndërkombëtare. Sërish fokusi i tregjeve ka qenë te konflikti në lindjen e mesme pasi Shtetet e Bashkuara ka ndërmarrë sulme të reja ditën e dieshme dhe Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar një bazë amerikane në rajon. Për këtë arsye, kujdesi është i lartë dhe investitorët po tregojnë tepër të kujdesshëm. Fillimisht në tregun e brendshëm, sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari ka rënë me 0.03%, këmbet me 81.97 lekë, euro ka humbur 0.03% të vlerës, këmbet me 95.44 lekë, vion euro të qëndroi pranë niveleve më të ulta historike në tregun e brendshëm. Paundi britanik ka humbur 0.15%, këmbet me 110.5 lekë, ndërsa franga zvicerane realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 0.41%, këmbehet me 104.54 lekë, ndërsa jeni japonez ka rënë me 0.1%, këmbehet me 51.5 për çdo 100 lekë. Në ecurinë e dollarit australian, kjo monedhë ka humbur 0.05% të vlerës, këmbehet me 58.72 lekë, ndërsa dollari kanadez është i vetmi në rritje të lehtë me 0.03%, këmbehet me 59.39 lekë. Korona suedeze ka humbur 0.04% të vlerës, këmbehet me 8.81 lekë, dhe ajo norvegjeze ka rënë me 0.02%, këmbehet mesatarisht me 8.86 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë vlerat, sikurse ndodh çdo ditë, Banka e Shqipërisë i përditëson rreth mesditës dhe padyshim do të ketë reflektim të ndryshimeve që ndodhen në tregje ndërkombëtare për gjatë sesionit kaluar. Ndërkohë në tregjet ndërkombëtare, sikurse e tham, dollari po qëndron në nivelin më të lartë në thuajse një javë për shkak të rifillimit të sulmeve amerikane ndaj Iranit dhe kundërpërgjigjes së Teheranit zyrtar. Ka pasur zhvillime për gjatë ditës së dieshme, sepse paralelisht me zhvillimin e negociatave, kanë rifilluar sulmet fillimisht amerikane, por Irani është kundërpërgjigjur duke sulmuar një bazë amerikane në rajonin e lindjes mesme. Ditën e dieshme, presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se ai nuk ishte i kënaqur me marrëveshjen e propozuar nga Irani dhe ka refuzuar një raportim të medias shtetërore iraniane e cila tha se Irani së bashku me Omanin mund të ndërmarrin një nisëm të përbashkët për të kontrolluar ngushticën e Hormuzit si pjesë e marrëveshjes, por presidenti amerikan Donald Trump është shprehur kundër këtij propozimi dhe ka deklaruar se Irani nuk do të kontrollojë më ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, presidenti amerikan Donald Trump është përballur me kritika, madje edhe nga mbështetësit e tij brenda Partisë Republikane, pikërisht për shkak të koncesioneve të ofruara ndaj Teheranit zyrtar. Gjithsesi, nuk ka ende një marrëveshje përfundimtare dhe palët janë negociata, por Shtetet e Bashkuara po vjojnë edhe presionin ushtarak duke sulmuar pjesën juglindore të Iranit. Sikur se tha ushtria amerikane, marina amerikane, për të vendmbrojtur, sepse ushtria iraniane mund ndërmerrte disa sulme ndaj Shteteve të Bashkuara. Për këtë arsye, kujdesi është i lartë dhe investitorët kanë preferuar dollarin amerikan si një aset i sigurt në periudha trazirash dhe monedha amerikane ka vjuar tendencën në rritje edhe në sesionin e sotëm. Sikurse mund ta shohim, euro ka rënë me 0.09%, këmbehet me 1.1614 dollar amerikan dhe në këtë nivel monedha e gjelbërt po qëndron në nivelin më të lartë në thuajse një javë, ndërsa paundi britanik ka humbur 0.16% të vlerës në raport me dollarin amerikan, këmbehet me 1.3406 dollar. Në lidhje me poundin, investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek kriza politike në Mbretërinë e Bashkuar, pavarësisht se në ditët e fundit ka pasur një qetësi, sërish investitorët i friksohen një dorëheqje të mundshme apo një presioni për të detyruar kryeministrin Keir Starmer për të dhënë dorëheqjen, sepse tashmë gjithmonë më shumë ligjvënës brenda laboristëve po bashkohen kundër kryeministrit Keir Starmer. Në raport me frangën, dollari është në rritje me 0.1%, këmbehet me 0.7876 dollar amerikan.
ndërsa dolari australian ka humbur 0.18% të vlerës, këmbehet me 0.7124 dolar, ndërkohë dolari kanadez është në rënje me 0.06%, këmbehet me 0.7221 dolar për baljenit, moneda i gjelbërt ka rënë lehtë me 0.03%, këmbehet me 159.47 yen. Ndërkohë përveç tensioneve gjeopolitike, investitorët po presin njëkohësisht edhe disa dhëna që do të publikohen më vonë gjatë ditës së sotme, sikurse janë shpenzimet personale konsumatore që mund t'japin një panoramë më të qartë në lidhje me hapat që do ndjek rezerva federale, por njëkohësisht ditën e nesërme investitorët presin edhe betimin zyrtar të shefit të ri të rezervës federale, Kevin Warsh, i cili zvendëson në këtë mënyrë Jerome Powell, i cili përfundoi mandatin më herët gjatë këtij muaji. Investitorët presin të mësojnë më tepër se çfarë ai do të deklarojë në inaugurimin e tij në betimin zyrtar në lidhje me normat e interesit, për shkak se presionet inflacioniste vjojnë të jenë gjithmonë e më prezente për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë. Ndërkohë në tregun e kriptomonedave, tendenca në rënje vjon edhe në sesionin e sotëm, me Bitcoin që ka humbur ndjeshëm terren në rënje me 2.66% dhe kuotohet në 73.165.9 dolar. Ethereum ka zbritur poshtë nivelit teknik të 2.000 dolarëve, ka humbur 3.62% të vlerës, kuotohet në 1.985.48 dolar. Edhe Ripple është në rënje me 2.82%, kuotohet në 1.2910 dolar. Në ecurinë e Litecoin, kjo kriptomonedë ka humbur 3.37% të vlerës, këmbehet mesatarisht me 50.68 dolar dhe Bitcoin Cash realizon humbjet më të mëdha në përqindje me 4.83%, kuotohet në 326.73 dolar. Edhe në tregun e kriptomonedave, arsye e rënjes ka të bëjë me konfliktin në lindjen e mesme, kriptomonedat cilësohen si një treg me risk të lartë dhe për këtë arsye, kur ka tensione gjeopolitike, investitorët largohen nga këto asete dhe preferojnë asete më të sigurta, sikurse janë disa monedha, por gjithashtu edhe disa asete të tjera. Ndërkohë në ecurinë e tregut të naftës, benchmarkët kryesor janë rikthyer fitimeve të konzervueshme në sesionin e sotëm për të njëjtën arsye, rifillimit të sulmeve amerikane ndaj Iranit dhe kundërpërgjigjes së ushtrisë iraniane. Për këtë arsye, investitorët janë të friksuar se rihapja e plot e ngushtisë së Hormuzit mund kërkojë muaj edhe nëse do të arrihet sot marrëveshja mes palëve, gjë që duket thuajse e pamundur. Garda revolucionare e Iranit njoftoi ditën e sotme se ka targetuar bazën ajrore amerikane në orët e para të mëngjesit, dhe njëkohësisht vendimi është marrë si një kundërpërgjigje ndaj sulmeve amerikane në territorin e Iranit. Njoftimi erdhi me njerë pasi forcat amerikane kanë ndërmarrë sulme të reja me arsyetimin se ndjen të kërcënuara. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka refuzuar një propozim të Iranit për të ndërmarrë një joint venture me Omanin në kontrollin e ngushticës së Hormuzit, gjë që është refuzuar nga presidenti Donald Trump. Nafta Brent e Londrës tregtohet në 96.75 dolar për fuqi, në rritje me 2.61%, duke rikuperuar një pjesë të vogël të humbjeve prej mbi 5% në sesionin e kaluar. Nafta bruto amerikane është rritur me 2.63%, tregtohet në nivelin e 91 dolarëve për fuqi. Edhe diferenca vjon tjetë e konsiderueshme gjithmonë në favor të naftës Brent në rreth 5.7 dolar. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 1.89% të vlerës dhe kuotohet në 1049.37 dolar për ton, ndërsa në ecurinë e tregut të metaleve të çmuara, tendenca në rënje vjon edhe në sesionin e sotëm, me arin që ka prekur nivelin më të ulët në thuajse 2 muajt e fundit, pikërisht për shkak të rikthimit të konfliktit në lindjen e mesme, por njëkohësisht në këtë rënje ka ndikuar edhe forcimi i dollarit amerikan. Investitorët po presin njëkohësisht edhe disa dhëna ekonomike që do të publikohen në Shtetet e Bashkuara më vonë gjatë ditës së sotme, sikurse janë shpenzimet personale konsumatore, të cilat mund të
japin një panoramë më të qartë në lidhje me presionet inflacioniste dhe njëkohësisht hapat që do ndjek Banka Qendrore më e madhe në botë. Ari ka rënë me 1.43%, kuotohet në $4.385 për onzë. Argjendi ka humbur 1.68% të vlerës, tregtohet në $73.64. Edhe platini është në rënje me 1.3%, duke zgjeruar humbjet e sesionit kaluar dhe duke u larguar më shumë nga niveli teknik i $2.000, tregtohet në $1.903 për onzë. Ndërsa në ecurinë e tregut të aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po qëndrojnë në territor negativ, pikërisht për shkak të sulmeve të Shteteve të Bashkuara në Iran dhe kundër përgjigjes së Iranit ndaj një baze ajrore amerikane. Investitorët, ndër të tjera, po presin njëkohësisht edhe disa dhëna që do të publikohen në kontinentin evropian. Sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, deklaroi se bisedimet me Iranin kanë bërë progres, por megjithatë palët kanë dasi. Gjithsesi, sekretari amerikan i shtetit Rubio ka shprehur bindjen se palët kanë ende shumë shanse për të pasur sukses dhe në anën tjetër presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk do ta lejojë Iranin të vijojë të kontrollojë ngushticën e Hormuzit, që është një ndër rrugët kyçe të transportit të naftës nga Gjiri Persik drejt pjesës tjetër të botës në mënyrë të veçantë, drejt Azisë dhe drejt Europës. Aktualisht FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.72 dhe 0.29%. CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zyriut SMI gjithashtu janë në rënje me 0.36 dhe 0.72% të vlerës. FTSE MIB i Milanos ka rënë me 0.15%, ndërsa në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, të treja indekset kanë ndryshuar minimalisht pikërisht për shkak të paqartësive të mëdha që investitorët kanë në lidhje me zgjidhjen e konfliktit në lindjen e mesme, kjo dhe për faktin që presidenti amerikan Donald Trump, sikurse ndodh zakonisht, është shumë kontradiktor në deklaratat që ai bën. Dow Jones ka fituar 0.36% të vlerës, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë rritur lehtë në sesionin e kaluar me 0.07 dhe 0.02%. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Infineon ka fituar 2.57%. Rheinmetall, RWE, Ion dhe Convestro është e pandryshuar, por tre tjerat janë rritur nga 0.19 deri në 1.59%. Pra sektori teknologjisë dhe ai i energjisë kryesojnë fitimet në bursën e Frankfurtit. Në anën tjetër, në performancën më dobët në këtë indeks vihet re që kompanitë e automjeteve, por njëkohësisht edhe ato të shërbimeve realizojnë humbjet më të mëdha. Të presim tabelën për të parë kompanitë të cilat realizojnë humbjet në bursën e Frankfurtit. Beisserdorf ka rënë me 2.04%, Commerzbank, BASF, Mercedes-Benz Group dhe Siemens Energy janë në rënje nga 0.97 deri në 1.5% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.